Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV. Pyetja që do të drejtojmë sot drejt jush është kjo: sa është pasuria e Ledion Liço dhe Sara Hoxha? Një çift që u dashuruan brenda një televizion që ka bërë revolucion tek shqiptarët, një televizion që ka bërë namin tek shqiptarët, kanë ndërtuar jetën e tyre, një dashuri që solli në jetë gjërat më të shtrenjta, fëmijët e tyre, solli në jetë mirësinë, solli në jetë ngrohtësinë dhe pikërisht është ky Ledion Liço që tregon çdo ditë për dashurinë e tij. Por një çift që ka një marrëdhënie jashtë mase të mirë edhe brenda në punë, por edhe jashtë saj, ka ndërtuar me shumë kujdes një pasuri që nuk është ashtu siç transmetohet nëpër portale që ditëve të fundit ju kanë vënë syrin se sa është pasuria Ledion Liço dhe Sara Hoxha. Nuk ka të dhëna publike të besueshme që tregojnë vlerën e pasurisë së përbashkët të Ledion Liço dhe Sara Hoxhës. Çdo shifër do t'ishte një spekulim i mundshëm. Domethënë Ledioni dhe Sara na kanë treguar që pa marrë parasysh se sa kanë arritur në jetë, kanë bërë investime goxha shumë të mëdha dhe tek topi që janë investime maramëndse, ato kanë preferuar që të jetojnë një jetë modeste. Megjithatë, burimet tregojnë se Ledioni vet ka thënë për pasurinë e tij të vetme: kam një makinën time, pas 5 vitesh kredi, e ka thënë Ledion Liço këtë, jetoj me qira, që në kupton që sipas Ledionit akoma nuk e kanë bler apartamentin e tyre, nuk kam asnjë para të kursyer në bank, çdo para që kam fituar deri më tani e kam shpenzuar për të bërë qejf, ka thënë Ledion Liço. Pra, ai ka deklaruar që jeton me qira e para, nuk ka kursime të mëdha në bank sipas fjalëve të Ledionit, domethënë nuk është njëri që kursen, mund ta besoj, sepse në përditshmërinë tonë ka njerëz edhe që nuk kursejnë. Ai është në emrat më të njohur në televizione në Shqipëri dhe ka rolin të drejtuesit të programit më të fuqishëm shqiptar. Ju e dini shumë bukur, Big Brother VIP Albania. Ndërsa Sara Hoxha është vajza e themeluesit të grupit mediatik në Shqipëri që zotron shumë arkiva, gjë që sugjeron një status ekonomik mjaft të mirë për familjen. Por unë kam bërë një përmbledhje bombastike për çiftin. Çifti Hoxha dhe Liço është futur në elitën e artë të Shqipërisë, me një stil jete të shquar rol kryesor në media, makina luksi dhe vila aksese në evente VIP. Por kur Ledioni vet ju referua pasurisë, tha se kam makinën, jetoj me qira, nuk kam kursime. Kështu nëse pasuria e Sara Hoxhës dhe familjes së saj llogaritet në disa 10 milion euro, ajo pjesë që u përket si çift nuk është publikuar dhe Ledioni vet shpreh se nuk e ka transformuar të gjithë fitimin në asetet e patundshme, me vlera të larta. Për rrjedhoj të eksperiencës së tij në showbizin mund të vlerësojmë një fond të dukshëm mbi qindra mijëra euro. Por pa prova dokumentare, çdo shifër mund të mbrinte mbi miliona euro, mbetet vetëm lajthitje për tabloidet. Tani, unë mendoj që Ledioni dhe Sara vërtet kanë marrë, por edhe kanë dhënë. Ledioni ka treguar që është njëri shumë modest, nuk jeton në shifra të çmendura maramëndse, do me thënë jeton në një jetë modeste, sepse për të marrë aq shumë duhet edhe të japësh aq shumë, do me thënë të paktën ne që merremi me këtë punë e dim që kjo lojë është punëzari, është zigzag, do me thënë do marrësh, do japësh, do marrësh, do japësh. Mendoj që jetojnë në një jetë mirë, kanë një lloj luksi, nuk është se janë për të qarë, normalisht. Nga fotografi që ne kemi parë, të cilat edhe i kemi publikuar, Sara, Ledioni me familjen duken që kanë një investim të bukur në shtëpinë e tyre, do me thënë nuk është një investim kot, por gjithsesi Ledioni ka preferuar që të jetë modest në jetën e tij dhe të jetojë në formë modeste me Sara Hoxhën. Nuk ka një shifër të caktuar fikse, nuk ka një shifër publike,
për pasurinë e Ledion Liçë. Domethënë Ledioni ka preferuar të tregojë që thjesht me paratë që mbledhen po bën një jetë shumë të lumtur.